Në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi, protagonisti i sfidës historike në Beograd, Bekim Balaj ndau emocionet dhe përjetimet e asaj mbrëmje të paharrueshme. Ish sulmuesi Kuqezi thekson se përballja rallës ka një tjetër peshë dhe rëndësi, ndërsa u bën thirrje lojtarëve të tregohen të përmbajtur dhe të fokusuar që të arrihet objektivi mallor, kualifikimi në botror. Ndajtë normalisht si shtatë është një ndeshje që gëdhenet e metet me morin e gjithë. Mund të them për rrethanat që ishin edhe në atë ndeshje. Djem bën gjithë maksimumi, mund të them e tregun që dhe pse të pak numër që ishim, normalisht nuk na mungoj asgjë për të rritë simbolet tona. Ndoshta në këtë moment jemi në një situatë ndryshe, siç thashë edhe më herët, kjo ndeshje është mallore për objektivat që kemi ne. Pasi Serbinë mund ta shoh si kundërshtarin direkt për një kualifikim të mundshëm në botror, një ëndër për gjithë shqiptarë që besoj që ky grup ka forcën ta bëjnë realitet dhe nisur nga kjo ndeshje në Tiranë, mendoj që djem duhet të rrinë qetësinë, duhet të jenë zhagftohet dhe ndoshta mos t'i marrin shumë ajo atmosfera e shkallës stadiumit, pasi ngarkesa emocionale është e madhe për një ndeshje të tillë. Shpresoj të jenë zhagftohet dhe të bëjnë më të mirën e mundshme në fushën e lojës dhe të arrijmë dalim me një fitore që do na vlente shumë. Sulmuesi shkodrani i njohur ishte pjesë e një takimi motivues me të rinjt në kuadër të edicionit Ta tham në Shkodër, ku përcolli një mesazh inkurajues dhe frymëzues për brezin e ri. Mesazhi është si gjithmonë, normalisht të ndjekon ëndrat e tyre, ndjekon edhe normalisht mos i vënë limite vetes. Pasi me punë dhe për kushtim gjithmonë ka treguar që këto limite mund t'i thysh dhe ajo ëndër bëhet dhe më madhe se ç'i kishe pa. Loreta Qermeli u shpreh se këto takime me personazhe frymëzuese dhe të suksesshëm janë qëllimi kryesor i nismës së përbashkët të Bashkisë së Shkodrës, Qendrës Atelje dhe Këshillit Rinor Vendor. Ata synojnë të motivojnë të rinjt dhe të krijojnë ura komunikimi me figura që kanë bërë ndryshimin. Kemi pasur biseda të thella, histori frymëzuese dhe të rinj, energji rinore që kanë mbushur këtë sallë për 5 muaj me radhë. Dhe pikërisht dhe Bekimi, si i ftuar special në këtë ditë, patjetër që dha mesazhe shumë frymëzuese për të rinjt, ishin vetë të rinj që bën, siç e pat dhe ju, një bisedë me të, shkëmbyen këto idetë e tyre. Ishte Bekimi që dha një mesazh shumë të bukur për gjithë të rinjt e pranishëm këtu dhe jam shumë e sigurt që të gjithë të rinjt që ishin sot këtu do ta mbajnë me veti si një kujtim shumë të bukur nga ky aktivitet që ne kemi realizuar dhe kemi sjellë në qytetin tonë. Takime të tilla si ky me Bekim Balajn tregojnë se rrugët drejt suksesi mund të nisin nga qytete si Shkodra dhe nga ëndrat e thjeshta të vetë të rinjve.